Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillahi ajma'in, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahum wa iqtada bihadihim ila yawmiddin. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala dhe dërgojmë salavate dhe selame mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi të gjithë ata që pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të ndershëm, vazhdojmë me ligjëratën e radhës prej ligjëratave që i mbajnë të mërkurave pas namazit të akşamit, dhe dersi i sodit inshallahu taala do të jetë në lidhje me sprovat dhe urtësinë e sprovave. El-ibtila, domethënë gjuhën arabe që i thonë sprovat. Sa i përket definimit të sprovave, domethënë gjuhën arabe definohen si el-ikhtibar wal imtihan. Ibtilaj është provimi ose sprovimi. Më thonë kur e provon diçka, qoftë njerë, qoftë çfarë do provimi, që është që ta provosh, sa është kështu apo ashtu. Më thonë kjo është definimi më i shkurtë i sprovës. Ndërsa ajo që ndoshta dallon prej gjuhës shqipe, unë jam i sigurt sprova në gjuhën shqipe a përdoret për hajër apo vetëm për sherr. Në gjuhën arabe, el-bela, fjala bela apo ibtila përdoret edhe për hajër edhe për sherr. Nuk është kusht të tjesë diçka e keqe. Mund të jesë edhe hajër. Me thonë dobi, pasuri, e kështu me radhë. Edhe kjo në gjuhën arabe quhet sprov dhe konsiderohet prej sprovave. Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa nabluukum bish-sharri wal-khayri fitna." Dhe ne do t'ju sprovojmë me sherr dhe me hajër. Ne do t'ju sprovojmë me sherr dhe me hajër. Më thonë, edhe e mira është ibtila. Edhe e mira është sprov prej Allahut subhanahu wa taala. Madje disa prej sahabëve kanë thonë ibtulina bid-darai fa sabarna wa ibtulina bis-sarai fa lam nasbir. Disa prej sahabëve kanë thonë, jemi sprovuar me gjëra të vështira, me sprova të rënda dhe kemi bërë durim. E pastaj u sprovuam me gjëra të mira, mirë po nuk mundëm të bëjmë durim. Që do me thonë se sprovë është edhe hajri, edhe sherri. Kjo sa i përket aspektit gjuhësor. Ebul Haythami, që është një prej dietarëve të njohur, thotë: El-bela yakunu hasanan wa yakunu sayyan. Sprova mundet jetë e mirë, do të thonë diçka që njerëzve ju duket e mirë, dhe mundet jetë diçka që njerëzve ju duket e keqe. Allahu azza wa jall thot: "Yablu 'abduhu bisun'il jamil liyamtahina shukrahu." Allahu e sprovon robin me gjëra të mira që ja jep atij, që ta sprovoj falenderimin e tij, sa do të jetë falendërues. Çon të mira dhe ta shohësh se si do të veprosh me ato. Çon pasuri, për shembull, miliona, miliarda, dhe e shef se a do ta japësh zakatin ajo. Se kur ke shumë pasuri, zakati është një pjesë e madhe. Dikush ndoshta duhet të jep zakat 100.000 euro. Në këtë rast kjo është sprovë për atë. Se a do të jetë i përkushtuar apo jo. Mirë po, është sprov me diçka të rëndë për atë jo, ai pasuri ka, do me thonë të mirat e kësaj bote i ka. Mirë po e ka sprovuar me shtesë të tyre që ta sprovoj falenderimin e tij, sa do të jetë falendërues. Wa yabluhu bil balwa, dhe sprovon me gjëra të vështira, të urrejera për shpirtin, liyamtahina sabrahu, në këtë rast që ta sprovoj durimin e tij. Me thonë që ta vendojnë provim durimin e tij. Allahu subhanahu wa taala një herë sprovon kështu, e një herë sprovon ashtu robin e tij. Kur e sprovon pra me të mira, e sprovon falenderimin e tij, përkushtimin e tij. Ndërsa kur e sprovon me vështirësi, e sprovon durimin e tij. Fjalë të ngjashme që përdoren me sprovën me kuptim të përafërt në fenë e Allahut subhanahu wa taala në argumentet sheriatike janë edhe fjala fitne. Edhe fjala fitne. Më thonë, përdoret në kuptim të ngjashëm.
Po ashtu fjala mihne. Mihne, do më thonë, përdoret në kuptim të sprovës. Dhe përdoret edhe në një kuptim tjetër, do më thonë, pastrimi dhe edukimi, do më thonë mihne. Sa i përket temës, ajo që e tregon në rëndësinë e kësaj është se Allahu subhanahu wa taala e ka quajtur, do më thonë, krejt jetën sprovë. Dhe thot ai i cili e krijoi vdekjen dhe jetën, liyebluakum ayyukum ahsanu amala. Do të thonë Allahu është ai që krijoi edhe vdekjen edhe jetën, liyebluakum, që t'ju sprovoj. Krejt jeta, do të thonë, esenca e jetës është sprovë. Andaj kur ne flasim për sprovën, kuptimin, realitetin e saj, urtësitë prej saj, ne faktikisht jemi duke folur për realitetin e jetës së kësaj bote. Më thonë, jemi duke folur për esencën e realitetit jetës kësaj bote. Që njeriu për të ecur si duhet në të, duhet t'i di këtë gjëra padyshim. Prej qëllimeve që duhet të arrihen, do më thonë, nga shpjegimi i kësaj teme është që shpirtrat të pregaditen për atë që i pret. Më thonë, shpirtrat pregaditen. Ta dinë se kështu është realiteti, në mënyrë që t'jenë të aftë për t'i përballuar sprovat që do t'i presin, sepse Allah subhanahu wa taala kështu e ka bërë këtë botë. Më thonë, ta kuptosh realitetin e kësaj bote, në mënyrë që nesër kur do të vinë sprovat ose të mira ose të këqija, ta dish se si të veprosh, ta dish se si të veprosh. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hujibatil jannatu bil makarih. Xheneti është rrethuar me sprova, me vështirësi. Xheneti është rrethuar me sprova, me vështirësi. Wa hujibatin nar bi shahawat. Ndërsa xhenemi është rrethuar, do të thonë xheneti është rrethuar me sprova, kurse xhenemi është rrethuar me epshe, me pasim të epsheve. Qëllimi i dytë që duhet të arrihet, do të thonë, prej kësaj teme është shërimi i shpirtrave, shërimi i shpirtrave. Shërimi i shpirtrave të cilët janë udhëzuar dhe kur u kanë ardhur sprovat e ndryshme, sikurse janë shtangur pak. Me thonë, fillim të udhëzimit nuk e kanë kuptuar këtë realitet dhe sikurse janë dëshpruar për vonimin e fitores apo për prolongimin e sprovave. Dhe kjo ju ka ndodhur edhe muslimanëve të parë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Khabab ibn al-Arat radiallahu anhu, Khabab ibn al-Arat radiallahu anhu thot: Shakawna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ju ankuan pejgamberit alayhis salam, kurse ai ishte i mbështetur në Qabe. Pejgamberi alayhis salam fillim, sidomos kur ka qenë Ebu Talibi, mixha i tij Ebu Talibi radiallahu anhu, nuk i ka përjetuar disa gjëra, do më thonë disa mundime, sikurse disa musliman më dobët, si çifti i Bilalit i cili ishte rob, apo disa musliman të tjerë që nuk ishin përkrahjen fisnore të fuqishme, do më thonë ata u sprovuan më me vështirësi, do më thonë në aspektin e vështirësive fizike. Dhe thot Khabab ibn al-Arati, unë dhe disa të ngjajshëm me neve që shumë na dënonin, do më thonë mushrikët e Mekës, shkuam te pejgamberi alayhis salam, ndërsa pejgamberi alayhis salam ishte mbështetur në Qabe, në hijen e Qabes, dhe ne i tham, ja Rasulullah, ela tastansir lana, o i dërguari i Allahut, a nuk e kërkon që të shpejtohet ndihma për neve? Ela tad'u lana, a nuk kërkon që Allahu të na zbres ndihmën më shpejt? Pejgamberi alayhis salam ju tha, vallahi para jush, qad kana qablakum yukhadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ard. Para jush
ka ndodhur sprova të tilla që njeriu t'ja kanë bë vorin, ja kanë çel hazër. Thot dhe e kanë venduar në të, në vorr. Pastaj thot e kanë marrë një sharë të madhe dhe e kanë prerë në gjys. Do të thonë për zgjalli e kanë prerë në gjys, për gjys trupit. Thot një tjetër thot e kanë marrë si krahën të hekurit të madh dhe kështu me atë krahnin ja kanë larguar mishin prej eshtrave. Pejgamberi alayhis salam po ju tregon se si janë sprovuar muslimanët e mëhershëm, se çfarë sprovash kanë pas ata. Do të thonë që shpirtrat ta shohën se sprovat që janë tash në këtë kohë janë shumë më të lehta se sa që kanë qenë më herët. Mirë po ajo që është me rëndësi, ju tha pejgamberi alayhis salam, asnjëra prej këtyre nuk i ka larguar ata prej fesë së tyre, kanë qëndruar. Dhe ndoshta të ngjajshëm me këtë në këtë kohë kemi në Burma, në shtetin e Burmës, Allahu alem, dhe deri diku në Siri, do të thonë sprova të ngjajshme. Shumica e muslimanëve as që mund t'i ndrojnë këtë sprova, jo më t'i kenë përjetuar. Pastaj ju jep përgzim, ju thot pasha Allahun, Allah do ta përhap këtë fe. Mos u brengosni, mirë po ju thot po e përshpejtoni. Ligji i Allahut është që gjërat të shkojnë sipas rregullave, do të thonë natyrshme. Ligji i Allahut është që gjërat të shkojnë sipas rregullave që ai ka vendosur në natyrë. Dhe nuk ka mundësi të vi fitoria pa u plotësuar sebepet e fitores. Po qoftë edhe i dërguari i Allahut, i kanë shkuar mbi 20 vjet thirrje, mundim, luftim, do të thonë xhihad e kështu me radhë, derisa është plotësuar ndihma mbi ta dhe mbi muslimanët e parë. Janë ndeshur më shumë se 20 vite. E çka mund të themi pra për muslimanët që vinë më pas? Prej gjërave tjera që e tregojnë do të thonë rëndësinë e kësaj teme është se kur shpirti i kupton këto gjëra, do të thonë zemra e besimtarit, kur i kupton këto gjëra ngritet, sepse nuk ka mundësi të përfitoj besimtari nga sprovat qoftë të mira, dhe kur themi sprovat e kemi për qëllim në atë aspektin, do të thonë që sqaruam fillim, se ka edhe sprovat mira edhe të këqija. Do të thonë ka edhe sprova që janë të dashura për nefsin, për shpirtin, po ka edhe sprovat që janë të urryera për shpirtin. Dhe besimtari nuk mund përfitoj as nga e para, as nga e dyta, vetëm se duke e kuptuar këtë realitet dhe duke e ditur se si cilët në këto sprova. Sepse ka mundësi që të sprovohet me të mirën, nuk e ka kuptuar realitetin e kësaj dhe të rëshqas, do me thonë e mira të bëhet sebeb që ai të largohet prej fesë së Allahut subhanahu wa taala. Sidomos trit, do me thonë këtë kohë, kanë mundësi që të sprovohen nga aspekti i epshit shumë. Dhe kjo nuk është diçka e urryer për shpirtin, diçka që shkakton dhimbje në shpirtin. Mirë po është sprov, edhe pse dëshiron epshi, do me thonë, është sprov. Allah subhanahu wa taala e ka bërë sprov. Njashtu sikur se ka mundësi që të sprovohet për shembull me luftë, siç janë në Siri apo në vende tjera ku ka luftë, dhe këto janë gjëra të urryera për shpirtin. Nuk e don shpirti, do me thonë, që të plagoset, apo që ta humbë ndonjërin prej gjymtyrëve në luftë. Të dy këto, do me thonë, kanë mundësi që ta godasin besimtarin. Dhe nëse nuk e din se si cilët në njërën dhe në tjetrën, atëherë ai nuk do të përfitoj prej tyre. E jo vetëm kaq, po plus ndoshta do të bëhen sebeb që ai të del komplet prej fesë të Allahut subhanahu wa taala. Për këtë shkak pejgamberi alayhis salam thot ajaban li amril mu'min. Thot është e çuditshme çështja e besimtarit. In amruhu kulluhu lahu khair. Thot çështja e tij është komplet khair, krejt është khair për të. Wa laysa dhalika illa lil mu'min. E kjo nuk është kështu për vetëm se për besimtarin që është me të vërtetë besimtar.
që është me të vërtet besimtar i vërtet. In asabethu sarra shaker fa kanat khayran lah, wa in asabethu darra sabr fa kanat khayran lah. Nëse godet e mira, falenderon. Si është falenderimi? Më thonë me gjuhë, duke e falenderuar Allahun, po edhe me gjymtyr, që këtë mirën ta shfrytëzoj në adhurim të Allahut subhanahu wa taala. Wa in asabethu darra sabr fa kanat khayran lah. E nëse godet e keqja, bën durim për hir të Allahut subhanahu wa taala, dhe edhe kjo është khayran lahu, edhe kjo është në dobinë e tij apo khajr për të. Andaj, nëse muslimani nuk e din se si të sillet, do me thonë në sprova, atëherë nuk ka khajr për të. Nëse godet e keqja, nuk bën sabër, ankohet, shan, do me thonë e kështu me radhë, dhe kjo bëhet musibet plus për të. Nëse godet e mira, sprovohet, e lën namazin, bjen mëkate e kështu me radhë. Do me thonë nëse s'din si të sillet, e kundër ta kthehet. Të dy këto janë sherr për të. Allahu na ruajt nga një gjë e tillë. Andaj Allah subhanahu wa taala për munafikat ka thonë, mos u habit me pasurinë dhe me vladët e tyre, për munafikat, mos u habit. Se s'kajnë hajër ato për kësaj. Kjo është një sprovë mirë, do me thonë sprovë mirë po me gjërat mira, pasuria dhe fëmijët. Mirë po munafikat dhe qafirat s'kan hajër për kësaj. Pse? Sepse nuk din që këtë ta shfrytëzojnë për të arritur kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Andaj Allahu thotë, Allahu dëshiron që ti dënoj me ta në jetën e kësaj bote dhe t'u merr shpirtin duke qenë ata qafira. Apo, pse? Vetëm se nuk e kuptuan, do me thonë, realitetin e sprovës dhe se si duhet sillen në sprova. Dhe gjëja e katërt që na tregon pra vlerën e kësaj teme është njohja e ligjeve të Allahut subhanahu wa taala në jetë. Njohja e ligjeve të Allahut subhanahu wa taala në jetë. Në gjuhën arabe i thujnë es-sunan el-ilahije, ligjet e Allahut. Më thonë për dallim nga es-sunan el-kaunije, ligjet e gjithësisë. Ligjet e gjithësisë janë gjërat, do me thonë, gjërat e kapshme, e dukshme. Prej ligjeve në gjithësi që edhe këto i ka vendosur Allah subhanahu wa taala, është për shembull se uji e shuan zjarin, apo se zjari djeg, apo se, do me thonë, ligjet tjera, do me thonë se si formohen rreth, si bie shiu, gjitha ligjet e natyrës në përgjithësi. Ligjet, do me thonë, ata që janë, do me thonë këto shkenca, ligjet e fizikës, në përgjithësi që i quajnë shkencën e fizikës, përgjithësi këto hynë ligjet e natyrës cilët i ka vendosur Allahu subhanahu wa taala. Dhe lloj tjetër i ligjeve janë es-sunan el-ilahije, ligjet e Allahut në tokë. Më thonë se si sillet Allahu me robrit e tij. Dhe kjo është një shkencë ndoshta më e rëndësishme se e para, mirë po shumica për njerëzve nuk e din këtë shkencë. Më thonë nuk i din ligjet e Allahut subhanahu wa taala te robrit. Prej ligjeve të Allahut, prej ligjeve universale të Allahut që nuk ka mundësi të ketë ndryshim dhe përjashtim to, po qoftë edhe njerëzit më të mirë edhe pejgamberët nuk përjashtohen prej këtyre, është sprova. Është se Allahu subhanahu wa taala do t'i sprovojë të gjithë njerëzit, pa marrë parasysh se kush dhe se kush janë ata, apo në çfarë gjendje janë e kështu me radhë. Madje, pejgamberët dhe njerëzit e mirë do të sprovohen edhe më shumë. Dhe kjo është ligji i Allahut subhanahu wa taala në tokë. Kjo është ligji i Allahut subhanahu wa taala në tokë. Andaj si çdo ligj tjetër, edhe ky ligj duhet që të mësohet nëse dëshirojmë që të shkojmë konform me të. Me xehel, do me thonë, nuk ka mundësi që të respektohet ligji. Me padituri, me ignorancë, nuk ka mundësi që të respektohet ligji. Po qofshin edhe ligjet e kësaj bote, edhe më thjeshtat, nëse nuk i din, nuk i respekton. Nuk ke mundësi të respektosh pa e ditur realitetin e tyre. Andaj do të gabosh.
qoftë edhe një rregull e thjeshtë të komunikacionit, do më thonë kur është e kuqe, ndalu, kur është e gjelbërt hec, nëse nuk e din se çka do më thonë ajo e kuqe e gjelbërt, asë në respekton, apo. E aq më shumë ligjet që i ka vendosur Allahu në atë se si sillet me robrit. Do më thonë në atë se si ai sillet me robrit. Prej ligjeve të tij është se Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata ta ndryshojnë gjendjen e tyre. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e tyre derisa ata të mundohen, do të thonë, ta ndryshojnë vetveten e tyre. Kjo është ligji i Allahut subhanahu wa taala. Andaj kur dikush thot pse gjendja e muslimanëve është e tillë, kjo tregon se ai nuk i din ligjet e Allahut subhanahu wa taala se si sillet me njerëzit në përgjithësi dhe me muslimanët në veçanti. Pse? Sepse muslimanët kanë defekte. Muslimanët se kanë përmirësuar, do të thonë, raportin e tyre me Allahun subhanahu wa taala. Andaj nuk u vjen ndihma prej Allahut subhanahu wa taala. Llojet e sprovave. E përmendëm edhe në fillim, do të thonë se sprovat janë dy llojshe. Neblukum bisharri wal khairi fitna. Allahu thot, do t'ju sprovojmë me sherr dhe me khair, edhe me të mira, edhe me të këqija. Siç thot njëri prej komentuesve të Kuranit, do të thonë lidhje me këtë ajet, do t'ju sprovojmë me vështirësi dhe me rahati, me shëndet dhe me smundje, me pasuri dhe me fukarallëk, me halal dhe me haram, me respekt në Allahut dhe me mëkate, me udhëzim dhe me devijim. Do të thonë gjithë jeta është sprov prej Allahut subhanahu wa taala. Madje dietarët thonë gjërat e mira dhe të dashura për nefsin janë më të rënda, do të thonë, për t'i përballuar. Janë më të rënda për t'i përballuar. Sa i përket, do të thonë, ndarjes së sprovave, disa prej dietarëve i kanë ndarë edhe për shkakun, do të thonë, nga aspekti i shkakut sepse ndodhin ato. Nga aspekti i shkakut sepse ndodhin ato. Në dy lloje. Sprovat e davetit, do të thonë sprovat e muslimanëve për shkak të islamit të tyre, për shkak të davetit të tyre, për shkak të ideologjisë të tyre, mendimeve të tyre. Dhe lloji i dytë është sprovat personale. Sprovat për shkak se ti je filani, pa marrë parasysh se je musliman, ai je, do të thonë, sprov personale, personalisht për ty. Prej shembujve të sprovave për shkak të davetit janë për shembull sprovat e mediumeve, të cilat mundohen maksimalisht që ta prezantojnë islamin dhe muslimanët si diçka negative, si diçka të dëmshme për shoqërinë. Do të thonë, bardhën e prezantojnë si të zezën e prezantojnë si të bardhë, të mirën si të keqen si të mirë, i kthejnë, i deformojnë, do të thonë, realitetet. Dhe kjo është detyra e shumicës prej mediumeve për fat keq. Pse? Sepse kanë prapavi, do të thonë udhëhiqen me një prapavi nga një grup njerëzish që kanë një qëllim të caktuar. Dhe të cilët për të arritur të ky qëllim, Islami dhe muslimanët nuk ju konvenon, apo ju pengojnë. Sepse ata dëshirojnë që thjesht të robrojnë njerëzit. Më thonë, elita në thojza e njerëzve, ata nuk punojnë në të mirën e shumicës e njerëzve, apo ata punojnë në të mirën personale të tyre. Kurse Islami është e kundërta. Islami thret në të mirën universale të gjithë njerëzve. Përderisa ata thrasin në kamat dhe mundohen, do të thonë, maksimalisht ta grumbullojnë pasurinë e njerëzve nëpërmjet kamatës, Islami thret në të kundërtën, thret në zeqat, thret në shpërndarjen e pasurisë në shoqëri. E kështu me radhë, përderisa ata thrasin në shthurje, në amoralitet dhe në degenerim, Islami thret në të kundërtën, thret në moral, thret në nder, thret në ruajtje të familjes e kështu me radhë. Pra bie ndesh me ata të cilët i kontrollojnë mediumet. Për këtë shkak edhe ka, do të thonë, një komplot
apo konspiracion të mediumeve kundër islamit dhe muslimanve. Kjo është si shembull pra për sprovat në davet. Shembull tjetër është luftimi apo kërcënimi, siç bëjnë në çdo vend ku po e shohin se nuk kanë mundësi ta ndalin islamin në forma tjera, e luftojnë domethënë. Edhe nuk ju intereson se a pajtohet dikush as pajtohet. Kur vendosin që ta luftojnë, e luftojnë një vend prej vendeve të muslimanëve. Prej sprovave tjera të davetit, do me thonë që i kanë për qëllim shumicën e muslimanëve, është edhe sprova e mashtrimit me të mirat kësaj bote, me pasuri, me pushtet e kështu me radhë. Dhe këtë sprovë më shumë, do me thonë, e përjetojnë udhëhecit, apo elita e muslimanëve. Tek ata armiqtë e islamit dhe muslimanëve mundohen, do me thonë që me pushtet, me pasuri, me pozit, me ndikim, me fuqi, e kështu me radhë që ti çojnë që ata t'jenë, do me thonë, të pajtimit me qëllimet e tyre. Ndërsa shembull i sprovave që ja çon Allahu subhanahu wa taala në veçanti një njeriu është çdo lloj sprove që atë godet, qofshin direkt prej Allahut subhanahu wa taala, siç është varfëria, siç është smundja, siç është vdekja, siç janë fatkeqësitë e ndryshme, do me thonë, apo prej njerëzve, siç janë sharjet, ofendimet e kështu me radhë. Do me thonë, këto lloj sprovash janë sprova personale. Kjo është sa i përket klasifikimit, do me thonë që njeriu ta di më mirë. Dhe Allahu subhanahu wa taala ka garantuar se çdo njeri do të sprovohet me këtë lloj. Qoftë besimtar, qoftë qafir, do të sprovohet. Mirë po dallimi tek besimtari dhe qafiri është se besimtari e shfrytëzon këtë. E kthen, do me thonë, në dobinë e tij, përderisa qafiri edhe më shumë futet në kufër sebeb saj. Allahu na ruaj. Allahu subhanahu wa taala thot: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dhe padyshim ne do t'ju sprovojmë me frikë, me uri, me paksim të pasurisë, me paksim të shpirtrave apo vdekje dhe me paksim të frutave. Allahu subhanahu wa taala këtë ligje ka vendosur tek njerëzit. Dhe padyshim se do t'i sprovoj ata. Tash arritëm tek pjesa, do me thonë bazë të cilës edhe titulluam dersin e sodit, urtësit prej sprovave. A janë sprova thjesht pse Allah dëshiron që t'i sheh robrit e tij se si vuajnë apo dëshiron t'i dënoj apo u adon të keqen? Jo vallai, nuk është e vërtet. Sprovat kanë urtësi të mëdha, të cilat Allah subhanahu wa taala i ka për qëllim kur i sprovon njerëzit. Kanë, do me thonë, urtësi të mëdha, urtësi të cilat nuk mund të arrihen përveç se nëpërmjet këtyre sprovave. Njëra prej këtyre, do me thonë, njëra prej urtësive më të mëdha është tekfiru sejat wa rafu darajat. Shlyerja e mëkateve dhe ngritja e deregjeve. Më thonë, qenë ka hajër, apo qenë ka e dobishme për robin, dhe kur Allahu e dërgoj ka me një urtësi, do me thonë që t'i bëj mirë ati njeriut. Pse që t'ja shlyej mëkatet para se të shkoj në ahiret dhe të dënohet me xhehenem. T'ja shlyej prej këtë botë mëkatet. Dhe t'ja ngrit deregjet. Dhe t'ja ngrit deregjet të cilat ndoshta nuk do të mund t'i arrinte vetëm me veprat e tij, sepse veprat i ka të mangëta. Andaj nëpërmjet tyre sprovave Allahu e ngrit në një vend në të cilin nuk do të mund të ngriteshte sikur mos të ishin ato. Siç thot Allahu subhanahu wa taala: وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. Dhe që Allahu t'i pastroj besimtarët nga mëkatet dhe t'i edukoj nëpërmjet sprovave. Do me thonë dhe t'i edukoj nëpërmjet sprovave.
Transmetohet nga Ebu Sejid el-Khudriu radiallahu anhu dhe Ebu Hurejra radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: Ma yusibu al-muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala gam hatta ash-shawkatu yushakuha illa kaffara Allahu biha min khatayah. Thot pejgamberi alayhis salam, nuk ka mundësi që ta godas besimtarin asnjë pikëllim, asnjë sprov, asnjë telashe, asnjë mërzi, asnjë smundje, derisa thot edhe një gjemb i cili e shpon trupin e tij, vetëm se Allahu nëpërmjet kësaj do t'ja pastroj mëkatet e tij. Dhe thot pejgamberi alayhis salam në një hadith tjetër: Ma yazalu al-bala'u bil mu'min wal mu'mina fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alayhi khatiya. Thot do të vazhdoj belaja, sprova ta godas besimtarin në vetveten e tij, në pasurinë e tij, në familjen e tij, derisa të shkojë tek Allahu subhanahu wa taala duke mos pasur asnjë mëkat. Derisa të shkojë tek Allahu i pastër. Si thot Ibn Taymija, do të thonë ka disa stacione të pastrimit prej mëkateve. Dhe njëra prej tyre është sprova në këtë botë. Apo çdo njeri ka mëkat. Sprovat janë njëri prej stacioneve të para të pastrimit, para se të vdes, para se të shkojnë në varr dhe para se të arrijë, do të thonë që të dënohet në botën tjetër. Thot Ibn Kaimi rahimahullah, Allahu subhanahu wa taala ka përgatitur për robërit e tij vende të larta në xhenet. Lem të bluka amaluhum, mirë po veprat e tyre nuk arritën deri atje. Me thonë Allah ja ka përgatit vendin, mirë po ai me vepra nuk ka arrit deri atje. Mirë po për shkak se është besimtar, Allah subhanahu wa taala i adon khairin. Walem yakunu balighiha, dhe ata nuk do t'i arrinin këto vende sikur mos të ishte sprova. Faqayyad Allahu lahum al-asbab allati tusiluhum ilayha. Andaj Allahu e bëri këtë që të jetë sebeb për të arritur në këtë drejtë të lartë tek Allahu subhanahu wa taala. Siç thot Allahu azza wa jall, wa yattakhidha minkum shuhada, dhe Allahu do të merr prej juve shuhada, shahida apo dëshmor. Më thonë, ky është qëllimi sepse Allahu subhanahu wa taala çon luftra në disa vende. Nuk është që ti dënoj ata. Andaj, kur njerëzit pyesin pse bashkë muslimanët ndodhin këto më shumë, kjo është se Allahu a don khairin më shumë muslimanëve. Nuk i lën që të thellohen mëkate. Shumë prej robërve mëkatar të Allahut që kanë qenë, për shembull, ta marrim Sirin si shembull. Më herët kanë qenë mëkatar kur janë sprovuar me të mira. Ndërsa tash kur ju erdh lufta, shumë prej tyre janë udhëzuar dhe kanë rënë shahid në rrugt të Allahut subhanahu wa taala. Sikur mos ishte kjo sprov, ata nuk do të shkonin si shahida, po do të vazhdonin të këqija, sepse njeriu kur është në gjendje të mirë vazhdon mëkate. Dhe rall dikush shpëton prej kësaj. Ndërsa në gjendje të keqe, shumë prej tyre ju vinë mend. Do të thonë dalën dhe mendojnë, sepse po i afrohet vdekja, po e shef vdekjen gjithandej rreth tij. Për këtë shkak pra sprovat pas kanë khejr të madh për robrit besimtar të Allahut subhanahu wa taala. Urtësi tjetër të Allahut subhanahu wa taala është që të realizohet adhurimi ndaj tij në gjendje rahatie dhe në gjendje vështirësie. Shumë ibadete, do të thonë, të cilat bëhen në gjendje të sprovës, siç është sabri, mbështetja në Allahun subhanahu wa taala, lufta në rrugën e Allahut subhanahu wa taala apo xhihadi. Shumë këto ibadete, sikur mos ishin sprovat, nuk do të realizoheshin, apo? Sikur mos ishte luftë, si do të realizohej xhihadi, i cili është një ndër ibadetet më të dashura tek Allahu subhanahu wa taala. Sikur mos ishte lufta, si do të shkonin njerëzit shahida në xhenet. Do të thonë, si do të shkonin shahida me gradën më të lartë të shahidllokut, sepse ka edhe disa shahida të tjerë prej fatkeqësive. Mirë po grada më e lartë e shahidllokut është shahidlloku i luftës. Andaj, sikur mos ishin këto, si do të realizoheshin këto ibadete. Për këtë shkak pra urtësia tjetër e sprovave është
që të realizohet adhurimi ndaj Allahut subhanahu wa taala në të gjitha gjendjet, në rahati dhe në vështirësi. Urtësi tjetër është që Allahu t'i edukojë robërit e tij besimtar. Që Allahu t'i edukojë robërit e tij besimtar. Dhe prej edukimeve më të mëdha të Allahut subhanahu wa taala janë sprovat. Sprovat janë edukim prej Allahut për robërit e tij. Në mënyrë që të dallohen të sinqertit prej munafikëve, prej gënjeshtarëve. Sprovat e bëjnë këtë. Do me thonë, sprovat i edukojnë besimtarët dhe i çojnë në taborin e të sinqertëve dhe i dënojnë dyftyrshat hipokritët dhe i çojnë në taborin e atyre që nuk janë të sinqertë. Allahu subhanahu wa taala thot: "Ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib." Allahu nuk është që t'i lejë robrit ashtu, derisa ta dallojë të mirin prej të keqit. Do të thonë, prej qëllimeve të sprovave është që të dallohet, që të dallohet se kush është besimtar i vërtet dhe kush është hipokrit dhe dyftyrësh. Dhe nga kjo kanë dobi besimtarët në këtë botë, sepse mbrohen nga sherri i tyre, mbrohen nga e keqja e tyre. Më thonë, përsëri u kthehet dobisë së tyre. Kurse vetë besimtarët ata edukohen. Vetë besimtarët do me thonë edukohen. Prej qëllimeve tjera të sprovave është që Allahu t'i dënoj qafirat. Më thonë, lufta nuk është e rëndë vetëm për besimtarët, po është e rëndë edhe për qafirat. Dhe prej qëllimeve të kësaj është që Allahu t'i dënoj qafirat. Më thonë, t'i dënoj në këtë botë para se të shkojnë në ahiret, nëpërmjet luftës, sepse ajo nuk është e lehtë për ata. Allahu subhanahu wa taala thot: "Nëse juve ju ka goditur e keqja, do me thonë, apo rëndësia e luftës, edhe ata i ka goditur e njëjta. Edhe palën tjetër, pra, edhe qafirat i ka goditur e njëjta, edhe ata janë plaguar, janë vrarë, janë lënduar, janë dëmtuar e kështu me radhë, edhe ata kanë humbur, do me thonë, njerëz e kështu me radhë. Mirë po, dallimi mes besimtarëve dhe atyre është: "Wa tarjuna min Allahi ma la yarjun." Dërsa ju shpresoni për Allahut atë që ata nuk e shpresojnë. Si thot Allahu: "Thua ju armiqve tuaj, a mos pritni për neve vetëm se ihdel husnejen, njërën prej dy të mirave, ose do të fitojmë ose shahadetin. Ndërsa ne për juve presim ose Allahu t'ju dënoj nëpërmjet duarve tuaja, ose t'ju çojë në xhehenem." Do me thonë, kjo është prej urtësive të sprovës, që Allah subhanahu wa taala t'i shpërblej besimtarët dhe t'i dënoj jo besimtarët. Prej urtësive të sprovës është që njeriu të kthehet tek Allahu. Shumë prej njerëzve, do me thonë, që janë udhëzuar, janë bërë sebeb sprovat që ata t'i kthehen Allahu subhanahu wa taala. Madje edhe sot e kësaj dite shumë prej njerëzve të njohur që janë udhëzuar, do me thonë, nëse i dëgjon intervistat, do ta shohësh se janë bërë sebeb sprovat. Do ta shohësh se sprova bën sebeb që ai t'i kthehet Allahu subhanahu wa taala. Pra, qenë ka hajër për ata, apo qenë ka sprovën Allah ja paska dërguar që ai të kthehet, ndalet, mendohet, sepse kur tronditet nga goditja e sprovës, njeriu zakonisht ndalet dhe mendon. Do me thonë, kur sprovohet, siç ka ndodhur me shumë prej njerëzve të njohur, të cilët janë udhëzuar. Është sprovuar ndoshta me vdekjen e shokëve të afër me kështu me radhë, dhe kjo gjë ka shkaktuar që ai të ndalet dhe të mendojë. Apo siç ka ndodhur me një këngëtar tjetër, ka qenë për pak në gjendje, do me thonë, që të vdes. Dhe kjo ka shkaktuar që ai të kthehet Allahut subhanahu wa taala. Me thonë, sprov, të lashe, vështirësi e ka kthyer ka Allahu subhanahu wa taala. Urtësi tjetër e sprovave është, do me thonë, edukimi i shpirtrave dhe përmirësimi apo perfekcionimi i karakterit të besimtarit. Si do të
mësohej besimtari që t'jeti durueshëm, i qëndrueshëm, trim, si kur më sprovohej, do me thonë, me luftë dhe me gjërat ngjashme. Si do të edukohej, do me thonë, ai në këtë drejtim, si kur mos të sprovohej. Ngjajshëm si shton dietarët me hekurin, nëse nuk skuqet zjarr dhe nëse nuk goditet fuqishëm, nuk mund bëhet shpatë mprehtë, apo? Si ka mundësi të bëhet shpatë mprehtë pa kaluar në për këtë proces të rëndë dhe të vështirë. Me thonë duhet skuqet, digjen zjarr, duhet goditet me çekan fuqishëm në mënyrë që të del një produkt më kualitativ, më i mirë. Edhe besimtari kështu, në mënyrë që të bëhet besimtar më i fuqishëm, më i qëndrueshëm, më sabërli, më i mbështetur në Allah subhanahu wa taala, më i bindur tek Allah subhanahu wa taala, duhet sprovohet. Nëse nuk sprovohet, nuk mund t'i arrijë këto drejgje dhe këto ibadete ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe shumë prej njerëzve nuk e kuptojnë këtë realitet. Shumë prej njerëzve nuk e kuptojnë këtë realitet. Dhe shumë prej njerëzve dështojnë, do me thonë, në sprova. Dhe thamë pra, sprovat janë edhe më hajrë dhe më shërë. Shumica e njerëzve dështojnë në këtë. Me thonë, shumë e lehtë është ne ta shfaqim në formë të fjalëve. Mirë po, ta shohëm në praktik sa prej njerëzve janë të tillë, do me thonë. Sa prej njerëzve janë të qëndrueshëm në çdo gjë të cilën e urdhëron Allahu subhanahu wa taala. Sa prej njerëzve janë të qëndrueshëm në largimet nga secili haram ndaj Allahut subhanahu wa taala. Sa prej atyre që janë brenda në xhami, mos folim për ata që në sens nuk janë futur në xhami. Më thonë, kemi defekt të madh në këtë drejtim. Në drejtimin, do me thonë, e ibadeteve të zemrës dhe të edukimit të shpirtrit. Kemi defekt, sepse po shihet, do me thonë, në vepra, në realitet. Edhe sprovat më të lehta, do me thonë, po ndikojnë që besimtarët të përçohen. Edhe sprovat më të lehta po ndikojnë pra që të prishen zemrat, që të ofendohet njëri tjetri, që të futet besimtari në gibet, do me thonë, ndaj vllaut të vet. Pse për disa sprova më të lehta? E çka nëse ne do të sprovoheshim si që janë sprovuar sahabët? Allahu na ruajt, Allah alem ku do të ishim. Para mendoni është kërkuar prej sahabit të loj vendlindjen e vet, pasurinë e vet, dhe çdo antar të familjes të vet që nuk ka qenë i fesë së tij dhe të bëj hijret. Do me thonë në nxehtin përcëllues të shkretinës 500 kilometra në një vend të huaj ku nuk e ka as pasurin, as shtëpin, as familjen, as të afërmit, as kur gjon. Këtë thot është t'i bëj. Si me thonë ty për shembull tash shko me një vend 500 kilometra, mos e merr as shtëpinë, as pasuri, as kur gjo, as këtë familjet që nuk mendoj si ti, nuk janë besimin tonë, këtë leje dhe shko atje. Sa prej neve sot do ta realizonin këtë? Allah i na ruajt. Apo nëse vjen dë një sprov, për shembull, me luftë, shumë prej njerëzve dështojnë këtë aspekt. Për këtë shkak nuk është meselja vetëm t'ju bëjmë muhabetin disa gjërave. Vallahi umeti është në gjendje shumë të rëndë. Vallahi duhet kjo, duhet ajo. Ne nëse dështojmë gjëra më të lehta, atëherë si ka mundësi që të realizojmë gjërat më të mëdha? Nuk ka mundësi. Për këtë shkak duhet secili prej nesh, do me thonë që të mundohemi ta edukojmë vetveten me këto gjëra, me këto kuptime. Më thonë me njohjen e ligjeve të Allahut subhanahu wa taala, se si ai vepron ndaj krijesave të tij, dhe me njohjen e asaj se si ne duhet të sillemi në këtë drejtim, se si ne pra duhet të sillemi në këtë drejtim. Dhe me këtë do ta përfundojmë, do me thonë, atë që kishim të themi për sot. E lusim Allahun subhanahu wa taala që të na bëj prej atyre të cilët dinë se si të sillen në sprovat e mira me mirësi, po edhe në sprovat me vështirësi, dhe lusim Allahun subhanahu wa taala që këto fjalë të na bëjnë dobi të gjithë neve.
Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.